maksimale edhe nga gjithë ata që ju kanë dëgjuar unanimisht. Avokat, tek rasti i gjykatës kushtetuese, tani kush ka më shumë shanse që ndodh që gjykata t'i jap të drejtë Ramës edhe me këtë jep goditje përfundimtare SPAK-ut, sepse goditje e fortë tani rrezon reformën drejtësi, apo e kundërta që t'i jap të drejtë SPAK-ut edhe pastaj hap rrugën për të proceduar si precedent pra kryeministrin për të kërkuar ndoshta pezullimin e tij nesër pas nesër. Po që se udhimset koka e tyre, ata duhet t'i japin të drejtë SPAK-ut. Po që se japin drejtë e Ramës, do të thotë që këtu jetojmë në një juntë naziste në Shqipëri, të kryesuar nga Edi Rama. Unë besoj se do ndodhë kjo e dyta. Gjykata kushtetuese do t'i bindet urdhrave të Edi Ramës, se kanë pushtetin. Prandaj them që duhet ngritur populli tatar zoj, t'i heqi pushtetin, sepse pa pushtet ai të merr të keqen. Pa pushteta e ka të ndiset një langaraq pazari. Pa ata, 140 vetët që ka atje, se i ka të 140 ata, i ka me vete. Ata jo bandë hajdutës e kriminelles, po terrorizojnë dhe po torturojnë gjithë populli shqiptar. Po e përzën nga Shqipëria, po u merë pronat, po u merë tokat, po u merë gjithë shka. Ngreuni o popull, ngreuni që po u them për ditë, ngreuni ta përmbysim. Avokat, ndërkohë që në raport edhe me situatën këtu opozita, ata janë bashkë, si kur thoni ju, ka thirrur protestën e 10 shkurtit. Berisha thot që do jetë më e madhja e gjitha kohërave kjo. Sa herë ka thënë Berisha ashtu, pse me të vërtetë e besoni akoma Berishën ju? Ore Berisha ruan prapanicin e tij. Nuk i intereson Berishës demokracia dhe të drejtat e qytetarëve. Jo mor jo. Berisha po të ishe në ata burra dhe po të kishe njerëz të ndershëm në partinë e tij, do ngrieshin ta përmbystin me dhunë. Se ky dhunë po ushtron. Dhe këtë të drejtë për të ushtruar dhunën ja kanë dhënë vjedhje votave, asgjë tjetër. Pra këta demagogjin e demokracisë dhe të drejtësisë, të drejtave të qytetarëve e përdorin në mënyrë perfekte. Demagog të pakrahasueshëm janë, të pa arritshëm. Por në popullin shqiptar arratin e nxitën këta dhe e mbështesin duke krijuar një boshllëk vendes pune, duke i detyruar djemt dhe vajzat shqiptare të ikin marrën perëndimin. Ore është qeveri kriminale, po ha shqip këta njerëz apo s'han shqip? Ku janë këta njerëz danëm? Ku janë burrat, po ku janë? Nuk e shikojnë këta që Edi Rama po na vret ditë për ditë, po na thanë vendin, po thanë rinin, po thanë popullin shqiptar ka ta ndishur moshën mesatare 60 vjeç. Avokat, e keni marrë vesh gjë ky shefi SPAK-ut e ka marrë detyrën apo jo? Është një pyetje që nuk duhet më kishe bërë, se unë këtë gjë kam thënë me kohë. Prandaj po ju gacmoj. Ai është një komunist si gjithë komunistët e tjerë, nga një familje ultra komuniste e enveriste, dhe ai nuk mund të ngrihet të godasë atë që emëroi atje. Jo zotëri, mos shpresoni ashtu, unë të SPAK-u shpresoj vetëm nga ushtrimi presionit të amerikanëve që e paguajnë. Qëse nuk veprojnë amerikanët, këtu s'ke as drejtësi, as SPAK, as mavri. Këtu gjithçka është në dorë të komunistëve shqiptarë. Pra, SPAK-u duhet të kishte vepruar me kohë deri tani. SPAK-u duhet i dalë zot vendit. Pra të paguhet, pra të e ngritën amerikanët, pra të ka dhe këshilltar amerikan aty, ndoshta mendoj unë i marrin punët me ngadalë. Mirë po nuk pret puna, po shikojmë një gjë, ose ka plasur në gjithë globin tani skandali i Epsteinit. Po. Ata janë që komandojnë dhe Edi Ramën dhe politikën shqiptare, ata të Epsteinit. Ajo situatës. Ata sikur janë çarmatosur, avokat. Ata se dim fjalë ka shumë. Nuk e dim të vërtetën. S'kemi nga ta marrim vesh të vërtetën. Ajo që dim është që atje ka qenë një grup kriminal, sadist dhe kështu
Qarë njëri tjetër që i thonë. Avokat, ju mendoni që ata është në dorë fshetë rusa apo izraelite aty? Jo, s'ka dorë Rusi aty ka dorë vetëm izraelitët që futët e Amerikës, dhe ata i bëjnë të tëra. Bile dje pas një video të një vajze meksikane që thoshte ata han njerëz, han njerëz. E thoshte me të ulritur. Pra ata po qeverisin botën. Si ka mos Shpresoj që kjo elit që doli kështu? kjo ka qenë me kohë, nuk doli tani.